Kemi bukurinë natyrore, po. Sa dush. Po prandaj vinë dhe rinë një ditë, shumica e turizmit është elitar. Ditor. Është ditor. Vinë nga Korfuzi në Saran, shohin Samilin, shohin Butrindin, hypin tragjedit prapë 6 mazite e ikin Korfuz. Korfuzi është shëmtir si vend, nuk ka asgjë të burr kam qenë unë. Kam qenë ja 5 vjetun e kam bërë pushime tani. Nuk ka baxho që Korfuzi nuk ka asgjë të bukur. Jo si nuk ka asgjë të bukur. Nuk ka asgjë çat shikosh Korfuz. Në Saran mund shikosh Butrindin, mund të bësh në Lëkurs, mund shikosh Liqenin, mund shikosh çat të duash, Ksamilin. Këto fshatra turistike që janë që marrin për nga Veriu, për nga Vlora. Edhe janë të mrekullueshme. Pra ke gjendje që po duhet të ikin në darkë ata, sepse në darkë ata shkojnë në një hotel shumë të shtrenjtë që bën 200 euro nata dhe ngjitur ka një klub që se ul muzikë deri 5 mëngjesit. Është ai thotë çfarë po ndodh? Kam paguar 200 euro paguaj në New York thotë. Po, në Manhattan për të vjetur një natë. Vrim, okej, nuk merr në një gjë kurse di se çapa e merr. Okej, paguar 500, 600, 3 fishin. Po flegjum. Këtu çfarë po ndodh thotë? Dhe kujt janë kohën? Merr policini, thotë, "Hëvlla, yeah, I'm a British citizen. I would like to report some noise." Qa thot kje? O meto, hajde këtu se njeri po na shanë. E merr metua. Alo. Bona qa ta mborën e bitë shumë, qa do t'je, me metales. Di që më kujtove Mbrakullën e Poliçanit, para se ty është Poliçan, është një fshat i vogël me Mbrakull. Mbrakull. Është frakull. Pse ta kujtoj, është kot kështu.